Në kuadër të programit të Bashkimit Evropian në Kosovë, edukimi për median dhe informimin, në Gjakov sot është hapur zyrtarisht ekspozita The Glassroom Misinformation Edition, si dhe është mbajtur një punëtori interaktive mbi edukimin medial. Eksperti për edukim medial, gazetari Visar Pribreza, është shprehur se është e rëndësishme që të kemi edukim bazik për të dalluar informacionin e vërtet ndaj atij të rremit. Është informacion për shëndetësi, sot na shohim edhe tjetër informacion për rreme që kanë bëjë me liderët tonë, me politikanët, që kanë bëjë me historinë tonë, me herënjët tonë. Dhe secila prej tyre mundet me qenë e gabuar dhe rrjedhimisht mundet me ndiku me pas synim ndikimin e shtresave të ndryshme. Unë shpesh herë e them po çysh ka me ndiku dikush që na me fillu me menu negativisht për një herë tonë i cili ka rënë. Një pa e që duhet me pas parasysh, është që gjeneratat e reja, që kanë një mas lufte, ata konsumojnë informacion. Dhe bedia e tyre, përcaktimi e tyre, gjykimet e tyre, për historinë, për të ardhmen, për Kosovën, kanë mundëvar për informacionin që ata e konsumojnë. Prandaj është tepër rëndësishme që na me u eduku, me pas një edukim bazik për me ditë cilë është informacioni i vërtet, cili është informacioni i rënd, pse na nuk duhet me besu në informacioni i rënd, cilat janë portalet që imitojnë gazetarë dhe imitojnë faqe gazetareske, të cilat synojnë me manipulu opinion. Ndërkaq eksperti Pribreza tha se sot dezinformimi është një prej armëve të shumë shteteve, biznesave e subjekteve politike që e përdorin për të arritur synimin e tyre. Zakonisht pusonat dezinformuese janë sot është njëra prej armëve të shumë shteteve, të shumë bizneseve, të shumë partive politike për me arritur synimet e tyre. Pra në luftën e tyre që ata e bën. Po supozojmë, nëse marrëm luftën që ka qenë në Kosovë, gjeneratat që janë pak më vjetra e kanë jetuar. Ne e dim cilat kanë qenë dezinformata që na u kanë shërbyer. Domethënë, nëse dikush ka vdekur edhe e ka vrarë dikush në rrugë, në automatizëm, ata është prezentu si dikush që është militantist, si dikush që ju ka gjenë me amatim, anashtë aje ka qenë nxënës edhe ka pas në fletore më. Pra, për shkak se synimi ka qenë dami që po dashme me bu. Qëllimi i punëtorisë dhe ekspozitës multimediale ishte shpalosja e mënyrave se si teknologjia, dezinformimi dhe mbledhja e të dhënave ndikojnë në sjelljet e përdoruesve në hapësirën digjitale.